Visar. A ka frymë në vetëvendosjes mo, që të vetëvendosin me çka edhe u fitu gjithë mbështetja qytetarë. Ja, tash nuk ka, domethënë nuk ka as nuk ka fryma. Vjera vetëvendosje mo me qëto ideale që është ndërtuar, që rritë. Unë nuk e shoh asnjë, domethënë, as si vlerë kështu në kuptimin, as si vlerë politike, konceptit politik, të besimeve politike dhe bindjeve që i ki, po do në zemër as si vlerë të sjelljes politike të eshe, për shembull sot, ata zënë që eksponentët e lëvizjes vetëvendosje, shumë a shumë i japin rëndësi të zëmë stilit jetës, dukjes, të eshave kështu me rallë, se sa a lëvizja vetëvendosje ka qenë më e zëshmja kundër qësaj sjellje të politikanëve për shembull. Na shohim Albin Kurtin që kur vjen fushata mundohet më si njëri varfër, po përndryshe jetën e ka të njëjtë pasur. Nuk pe gjykoj, domethënë shumë mirë që po atë nuk mund të bëj për shembull pushimet e shtrenjta në Greqi, pastaj me ardhur me një gjempellë me thonë që reson jemi përfaqësuesi të varfës. Nuk shkojnë të dyja bashkë. 15 vjet ke kundërshtuar në mënyrën edhe me simbolika. More gati se gjipa nën tregtar. Gati se i quajshim tradhtar ata që nuk sheshin detin në Shqipëni.